Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, drejtoresha e mirëqenies dhe punës sociale Shpresa Murati, bashkë me stafet të tyre, sot kanë pa nga afër punët që po kryen në renovimet e kulmeve për shtëpitë e familjeve që kanë plotësuar kushtet dhe kriteret si familje me nevojë për t'u ndihmuar në renovime kulmesh. Kryetari Totaj me këtë rast tha se sot jemi këtu për të pa punët që po bën në renovime kulmesh për 73 familje që kanë pasur nevojë. Për këto janë ndarë nga Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 624.000 euro, por edhe në të ardhmen do të punojmë edhe më shumë për këto nevoja dhe për këto raste ka potencuar i pari komunës Shaqir Totaj. Përmes Drejtorisë Mirëqenies Sociale ne kemi shpallë tenderin për t'i përkrah rastet sociale. Edhe diku 73 familje janë përfitues. Projekti është për renovimin e kulmeve, sepse ka pas shumë kulme që kanë qenë të damtuara. Bile ka pas edhe raste kur kulmet kanë qenë me azbest, që është material kancerogjen, edhe natyrisht komuna e ka pa të arsyeshme që këto raste sociale me i përkrah, po as më tepër kur bëhet fjalë për materie kancerogjene me i largu ato. Vlera e këtij projekti është diku për 600.000 euro, mirë po janë 73 familje, domethënë 73 raste sociale, të cilave ne ju kemi dalë ndihmë, edhe i ndërtojmë kulmet e ri, edhe kursim shëndetin e tyre, edhe krijojmë kushte më të mira për jetesë, sepse tek e fundit rastet sociale janë ato që duhet me trajtuar me prioritet, gjithmonë në kontekst të mundësive tona buxhetore, sepse vullneti ynë gjithmonë ekziston, edhe ne në viteve në vijim do të vazhdojmë me këto projekte, sepse ka raste tjera, ka nevoja tjera, edhe gjitha ato familje që i plotësojnë kriteret do t'jenë përfitues, edhe do të rritet ndoshta edhe numri i familjeve përfituese, edhe vlera e projektit, edhe në këtë mënyrë do t'japim një kontribut në përmirësim të kushteve të jetesës të rasteve sociale. Drejtoresha e Punës dhe Mirëqenies Sociale Shpresa Murati është shprehur se ne do të jemi për të gjithë banorët e komunës së Prizrenit kudo që jetojnë ata në qytet, fshatra apo edhe rajone kudo që janë, është shprehur drejtoresha Murati. Obnove krovova za porodice socijalnih slučajeva, za porodice koje žive u teškim socijalnim uslovima. Naravno, Direktorijat za rad i socijalno starenje uvek će podržati porodice. Pas analizave që kemi bërë dhe pasi këto familje kanë pas nevojë të renovimit të kulmeve dhe i kanë plotësuar kriteriumet plot 73 familje që të ndihmuan dhe ne i kemi ndihmuar të gjitha këto. Ne si drejtori jemi aty për t'u shërbyer qytetarëve dhe do të jemi për të gjithë banorët e komunës së Prizrenit, kudo që jetojnë ato në qytet, në fshatra apo në rajone, kudo që janë, shpreh drejtoresha Murati. Përderisa njëri nga përfituesit Halim Berisha ka falendëruar kryetarin e komunës, drejtorinë dhe sidomos punëkryesit për pikëmëri që kanë punuar në këto kulme. Faleminderit pikëkryetarit për këtë investim që po bën. Inshallah dajmë kemi. Po. Shumë, çdo sa ka shkuar në rregull, mjeshtrit janë kanë perfekt, nuk ka pas kurrë fare problemi. Sa kanë mujt ata me vetë normale kanë bë punën e vet, çish duhet. Na për vetë jemi të kënaqur shumë me punën që bëjmë. E Prizrenit në vitet e ardhshme do të ndanë edhe më shumë mjete për këto qëllime që të hiqen ato kulme që janë me mbetje azbesti pasi që janë kancerogjene, ka thënë kryetari Totaj.